Në Muzeun Historik Osokuka në Shkodër, në kuadër të festës së 7 marsit, është zhvilluar sot një aktivitet me mësuesit pensionist, në shenjë mirënjohje për të gjithë kontributin e tyre të dhënë ndër vite. Sokol Parmeza, drejtori i muzeut, u shpreh se kjo ditë duhet të shërbejë si një moment reflektimi dhe mbështetje për mësuesit. Sot është dita e mësuesit dhe në respekt dhe mirënjohje për aktivitetin dhe kontributin e tyre, ne organizojmë si muzeum një shfaqje mirënjohje për disa mësuesa, veterantë arsimit ton, jo vetëm shkodranë, po sigurisht edhe kontributit e tyre në arsimin ton kombëtar. Është një ditë e rëndësishme, na fton për reflektim, për t'i respektuar, për t'i mbështetur, për t'i promovuar, pasi siç e kuptojmë në kohët e një imperializmit, si thoshë, agresioni total mbi lehtësinë e gjërave, institucioni i mësuesit, institucioni arsimor, si përcjell si domosdoshëm i vlerave, nuk mund të nënshtrohet një spontaniteti, po them kështu, teknologjik, që mund ta kthejnë individin në një qenie agresive edhe ndaj vetvetes dhe ndaj fenomeneve kulturore që shoqërojnë, si thosh, avancimin tonë në histori. Mësuesja Habibe Burrja shprehet e emocionuar për takimin me ish kolegët e saj, ndërkohë që thekson se vihet re një mungesë dëshire nga të rinjt për të mësuar. Është kënaqësi e madhe për ne kur vjen kjo ditë, sado që vitet kalojnë ne me themi ato që jemi, që në vitin e parë. Unë kam filluar punën në vitin 1971 në Jordan Misja, kam ikë nga një shkollë në 2003 dhe për fatin tem e Zotit që mi ka dhënë ta mundësi, unë punoj hala. Për kënaqësinë time pak të një orë matematikë mas dite në shtëpi. Në takime të tilla siç jena sot, ne gëzohemi se shohim breza të ndryshëm mësuesish. Ma vjen keq me thënë një fjalë me shumë sinqeritet, kena qenë më të mirë. Kena punu më shumë, kena qenë me më devocion. Nëse kena pa punën e mësimit, sado që unë kam dhënë matematikë, vetëm me dhënë matematikën, për me dhënë shumë gjëra të tjera që fëmijët përfitojnë nga prezenca jonë në klasë. Për mu, në disa anë, ka ndëshku për mirë, po në drejtim të mësim dhënies jo, me keqardhje them. Sepse unë e shoh këtë fakt nga fakti që punoj në shtëpi. Nxënësi shkon në shkollë private, pagun lek, vjen te unë, pagun lek dhe prapë është një ashtu, nuk ka dëshirë. Pjesë aktivitetit të organizuar sot në Muzeun Osokuka ishin 10 mësues nga shkolla të ndryshme të qytetit të Shkodrës dhe jo vetëm, të cilët kanë kontribuar për vite me radhë duke formuar brez pas brezi.